Ndërkohë tani u kthejmë në studio dhe do të flasim për diçka tjetër. Ka dështuar për herën e 6 konstituimi i Kuvendit të Kosovës për të 4-ën herë propozimi i lëvizjes vetëvendosje që ishte Albulena Haxhiu nuk arriti të marrë votat për krye parlamentare. 57 vota ishin për, ndërsa PDK-ja dhe LDK-ja si në herët e tjera votuan kundër. Ndërkohë abstenuan deputetët e nismës dhe tashmë dihet që seanca e radhës do të mbahet me 27 prill. Të dielën. Avokatin Gjevdet Smakiqi e kemi në studio, mirë se erdhët. Mirë se gjithë. Po e themi që u përsërit ajo që ndodhi vetëm 2 ditë më para, njëjtë dhe votat ishin të njëjta. Si e shihni këtë situatë dhe këtë bllokim tjetër? Dhe këtë dështim tjetër? Në Republikën tonë parlamentare, Republikën e Kosovës, lëvizja vetëvendosje po e keq përdor për rezultatin e zgjedhjeve të certifikuara me 27 mars 2025, sepse po ta shikojmë sovrani ka votuar që partitë politike të bëjnë kompromis për ta ndarë pushtetin dhe për të krijuar institucione të reja. Pra, edhe pse ka fituar 42%, sovrani, pra populli, e ka detyruar lëvizjen vetëvendosje që të bëj kompromis apo të bëj koalicion apo marrëveshje ndërpartijake për të ndërtuar Kuvendin e Kosovës, sepse me ata numra nuk i ka. Prandaj është një keq përdorim i votës dhënë me nënë shkurt dhe është një mentalitet super ballkanik, me thall alla shqiptarçe për të luajtur me seriozitetin dhe me thelbin e demokracisë që është vota qytetare. Dhe po të ishte kulturë tjetër politike, edhe kemi parë edhe kaluaren kur partitë që kanë fituar shumicën kanë bërë marrëveshje para se morë dhe seancë. Pra jemi edhe në skaj të afatit ligjor. Madje pat një deklaratë nga Fatmir Limaj që është një prej aktorëve kryesor këtyre ditëve për shkak të një bashkëpunimi dhe koalicioni, por ai tha që nuk kemi marrëveshje dhe po ashtu që këto gjëra deklaroi që bëhen me marrëveshje. Për ta lidhur me këtë që thatë që para se të vinë Kuvend duhet të ketë një marrëveshje. Sepse dhe interesimi jam ka qenë edhe si avokat, po dhe si qytetar i Kosovës, sepse unë jam interesuar që Republika e Kosovës të ecë përpara, të mos mbetet pa institucione dhe të funksionojë demokracia. Unë në vazhdimsi kam thënë që qëllimi kryesor është egoja e Albin Kurtit, që ta çojë vendin sërish në zgjedhje dhe në një farë mënyrë ta dëmtojë opozitën, sepse kjo është një shantazh ndaj opozitës. Po ta shikoni deklaratën e Donika Gërvallës, para me në kërcënante dhe bënte një lloj shantazhi dhe thoshte që deputetët detyrohen ose nuk duhet ta refuzojnë kandidatin tonë. Prandaj po ta shikojmë ligjin, kushtetutën, ligjin për deputeti vendos me bindjen e vet dhe jo me atë që ja adreson apo ja imponon dikush. Pra bënte një shantazh të hapur ndaj deputetëve të opozitës, sepse do të shkojmë në zgjedhje. E kam thënë dhe ripërsëris, por tash jemi në skaj. Vetëm është e diela, pra 27 mars janë certifikuar zgjedhjet dhe ligji thotë në brenda 30 ditësh duhet të konstituohet Kuvendi. Pra te martën ne shkojmë në zgjedhjet e jashtëzakonshme dhe detyrohet presidenti i Republikës së Kosovës që të shpallë zgjedhjet e jashtëzakonshme dhe kjo është një fatkeqësi edhe për vetë qytetarët e Kosovës. Pra Limaj ka thënë që edhe të lëshoj rrugë Kurtit për partitë e tjera. Po tranë edhe disponimi të ra, edhe deklarata gjatë kohës. Përkundër faktit që në fillim është folur shumë që do të ketë një koalicion. Në fakt, edhe nëse shkojmë në zgjedhje, çka fitojmë për këtyre zgjedhjeve? Po Albin Kurti kalkulon që ta dëmtojë edhe me tuti opozitën, kalkulon që aleanca dhe nismat të mos e kalojnë pragun. Dhe gjithashtu kalkulon që LDK-ja të zvoglohet me tutje, ndërkohë që PDK-ja të bie dhe ai të mri 50%-shin, pra ato 500 që i pat kërkuar. Por kjo a mund t'i arrijë nëse shkojmë në zgjedhje shpejt apo? Po kjo nuk ka kur fare rëndësie. Rëndësia është që shteti i Kosovës ka mbetur pa institucione, shteti i Kosovës ka mbetur pa përfaqësim diplomatik. Po për Kurtin ka rëndësi siç po shihet, kështu që. Po nuk na intereson, mua më intereson jeta e Kurtit, mua më intereson shteti i Kosovës, Republika e Kosovës dhe për egon personale të tij. Kosova do të detyrohet të shkojë prapë në zgjedhje, në kutitë e votimit, të shpenzojë miliona euro dhe s'do të jetë askush fitues, as vetë Kurti s'do të jetë fitues. Ose është një agjendë e fshehur ndoshta edhe çarçeve anti Republikës Kosovës, që Kosovën ta dobësojë në këtë situatë gjeopolitike e cila po ndron me ritëm shumë të shpejtë dhe Kosovës po ka kushta përfaqësoj, madje edhe Shqipëria i ka zgjedhjet e veta. Ky plan sakt? Po mund të jetë plan ruso-serb për të lënë Kosovën pa institucione. Mendoni se mos bëjmë si Ramushi se ai po është shumë direkt, por po të ketë pak një ndërgjegje Albin Kurti, do ta gjente një kompromis dhe do të ndërtonte edhe Kuvendin, edhe një qeveri me qëllim që Kosova të funksionojë, sepse ky po llogarit
në 8 orë jenë edhe zgjedhjet lokale dhe asnjëherë nuk i ka fituar zgjedhjet lokale dhe po mendon që ti bëj bashkë zgjedhjet me qëllim që të fitojë edhe komunat sepse ka edhe çast smundje që nuk i ka fituar komunat asnjëherë. Për konkretizim para kësaj lidhjes, ju po thoni që një plan i cili po themi zbatohet përmes kurtit? Ose është në drejtën romake, kemi mësu si jurista që një kry familjar apo një zot shtëpije, kur abuzon me shtëpin, me parat e shtëpis, i shet fshehur azin nga antarët e tjerë të familjes, quhet plank preshës. Pra, me një fjallë, më e konsideroj një plank preshës, që vetëm dhe me i banë Kosovës, ju e keni po tash Kosova nuk po mundet me adresu dhe çështje tjera etike se që është shtrejtimi i rrymës, prandaj edhe dhe protestat po jenë të zbehta, jeta po na shtrejtohet, qytetarët po na varfrohen, dhe tash do të dëgjojmë pralla dhe vica prapë në zgjedhjet e jashtëzakonshme sepse nuk ka pas një program. Albin Kurti ka fituar zgjedhjet me pralla dhe vica dhe me ofendimin ndaj LDK-s, PDK-s, AK-s dhe nuk ka pas një program zhvillimor. Po shihni që ne po blejnë arrym verës deri. Kërkoj falje, përmes një lidhje direkte tashmë na është bashkuar edhe Time Kadriaj nga AAK, me cilën do të bisedojmë natyrisht për dështimin e konstituimit të kuvendit. Zonja Kadriaj, nëse po na dëgjon, si e komentoni këtë dështim që ndodhi edhe sot? Ne nuk po e shohim përshëndetje për gjithë, ne nuk po e shohim një angazhim të kësaj qeverie për të siguruar numrat e nevojshme për votimin e kryeparlamentares, sepse më ka ndodhur në historinë parlamentare, është i 6 mandat që jam deputet dhe nuk e kam pa një çështje të tillë, sepse partia që ka fituar shumicën është përgjegjëse për sigurimin e shumicës së thjeshtë, së paku, për kalimin e kryekuvendores, po edhe për formimin e qeverisë. Ne nuk e di tash se çfarë plani, sepse ne kemi pasur se kjo parti është qenë serioze edhe gjatë qeverisjes, sepse ka pas një performancë të keqe, mos flasim për dështimet e një pasnjëshme, po tash se çfarë ka në plan kjo parti e cila nuk angazhohet fare për sigurimin e shumicës së thjeshtë, mbetet të shitet me ditët në bashkim. Ne nuk mundem me jetë vota veç pse duhet me jetë, ne kemi votu kundër, do të vazhdojmë me votu kundër dhe është përgjithse. Po është një që opinioni i gjerë me ditë se bllokuese të konstituimit të kuvendit është Albin Kurti dhe vetëvendosja. A mund ta dim sakt pse është kundër vota juaj për Albulena Haxhiun? Ne nuk kemi asnjë obligim ndaj partisë e cila pretendon me vazhdu mandatin qeverisjes, nuk kemi asnjë obligim. Dhe në historikën e ekzistimit të parlamentit shifne se a ka votuar ndonjëherë lëvizja vetëvendosje për kryeparlamentar. Nuk ka votuar. Bili edhe në për një video që po qarkullon në rrjetet sociale, kur është zgjedhë kryeparlamentari, këtë çështje ka pasur zoti Kurti, do të thonë ka thonë siguroj votat e nevojshme për zgjedhjen e kryeparlamentarit ose s'kon shtëpi. Çfarë obligimi kam unë me votu Albulena Haxhin apo cilën do të jetë kandidat të lëvizjes vendosje për kryeparlament. Njëjtë është edhe nga parti tjera që nuk e kanë asnjë marrëveshje. Cili është obligimi? Unë nuk e kam asnjë obligim me votë. Unë mendoj që kjo do të jetë çështja. Po a do të votoni ndonjë kandidim tjetër nga ana e VV-s? Nëse do të. Ne po shoh prezantimin ndonjë kandidati më konsensual, po i shtin deputetët e majorancës me usjell me primitivizëm, është obligim i partisë me qit një kandidat, ne nuk e kemi të drejtën e propozimit të kandidatit, tash ta përshkojmë me këtë kandidat të cili po kontestohet nga parti tjera, është drejt i tyre, po është drejt me zhblloku situatën edhe me bo një zgjidhje. Po, zonja Kadriaj, çfarë mendoni se do të ndodhë të dielën? Do të ketë prapë dështim të konstituimit kuvendit? Unë mendoj që sipas kësaj partia duhet me reflektu ose do të përsëritet rasti njëjtë, nuk kanë të drejtë me u thirrë në një arbëndim të gjykatës kushtetuese e cila ja ka dhënë të drejtën partisë së parë që ta zgjedhë kryeparlamentarin, ama është abuzim nëse vazhdohet me praktika të tilla edhe me vazhdimsi të tilla. A jeni që të shkojmë në zgjedhje prapë apo jo?
A duhet të lëshoj rrugë Kurti? Le të respektohen ligjet, le të respektohet Kushtetusa, tutje. Përse do të jemi në ndonjë gresh tjetër, se nëse Albin Kurti nuk i ka votat, e të tjetër në qeverisë pak do të jemi në një situatë të njëjtë. Faleminderit shumë për këtë parashitje sot në Kosova Live. Faleminderit. Faleminderit. Ndoshta një koment nga ato që u thanë, nga qëndrimet e AK-s? Po, pra, gjykimi i gjykatës kushtetuese e ka thënë që partia e parë, pra e propozon, nuk do të thotë që do ta propozojnë nga partia vet. Do ta gjeni kompromis me parti tjera, pra. Formalisht, juridikisht mund ta propozojë ta zojmë edhe Fatmir Limajn, apo Ramush Haradinajn, apo Time Kadrijajn, por shkon nga partia e parë. Pra, nuk e detyron atë gjykimi i gjykatës kushtetuese gjithsesi të jetë Albulena. Pra, mendoj që prej fillimit natën e zgjedhjeve, kur i ka ofenduar opozitën, Albini e ka qitë ta Terezin që mos me bojnë institucionet, me qëllim që me shkun zgjedhjet të jashtëzakonshme dhe po ja rrit qëllimin. Pra, vetëm skenari Albin Kurtit po ecë, ndërkohë që skenari opozitës edhe është i pafuqishëm për shkak të numrave dhe mendoj që tashmë jena në skajt e afatit dhe unë po them që të martën ne duhet të shkojmë në zgjedhjet e jashtëzakonshme dhe kjo është një si me thonë një keqpërdorim apo një shkelmim i votës qytetare, cila ka qenë një sovrani e ka jep provimin e vet ditën e zgjedhjeve, ka qenë shumë i kulturuar, zgjedhjet kanë shkuar shumë mirë, por numrimi, certifikimi i zgjedhjeve ka qenë me ndërhyrje nga ana e lëvizjes vetëvendosje dhe besoj që serioziteti dhe në sytë e ndërkombëtarëve dhe Komisionit Evropian, Bashkimit Evropian, shteteve mike e Shtetit të Republikës së Kosovës ka rënë për shkak të këtij mentaliteti që unë mendoj që është i mentaliteti vjetër, i kalbur, sepse politikantë e përgjithshëm gjejnë kompromis dhe e kemi parë kompromisin edhe kur ka qenë ndërhyrja ndërkombëtarëve në vitin 2004, atëherë Ibrahim Rugova dhe Hashim Thaçi kanë pasur një kompromis që Bajram Rexhepi të bëhet kryeminist. Jo, Ramush Haradinaj u bë kryeminist, pastaj Bajram Rexhepi dhe edhe pse Hashim Thaçi ishte kryetar partie. Pra kemi pasur raste kur një kryetar partie shumë e madhe nuk ka arritur të bëhet kryeminist. E pse në këtë rast nuk kemi një hyrje ndërkombëtare ose a mund ta kemi? Po, bash besoj edhe do të doja që të ketë një ndërhyrje ndërkombëtare edhe nga ambasada amerikane, edhe nga ambasada britanike edhe gjermanisë që Kosovën të mos e lënë pa institucione, sepse në këtë situatë që po zhvillohet në Ukrainë edhe në gjithë botën edhe me administratën e Trump mund të hapsojnë shumë keq të dalemi jashtë agjendave. E pa një alarm që edhe zotri Hoti, ish kryeministri Abdullah Hoti, që MCC-ja po duket se po largohet nga Kosova dhe atje ne po humbim miliona euro, miliona projekte të cilat financohen dhe dikur nuk do të na marrin seriozisht sepse po bëhet tash si çajtore kuvendi i Kosovës. Mbledh 5 minuta, kthem në shtëpi. Po, në fakt është 5 minuta. Pra ka rënë serioziteti, është shkelmimi i votës qytetare, po është edhe shkelmimi edhe i kushtetutës edhe i ligjit, sepse institucion, ata që udhëheqin shtetin janë sikur makina, pra sikur autobuse, shoferi duhet me drejtu me kujdes që pasagerët mos me pësu. Pra sipas jush në gjithë këtë blokad faji është tek vetëvendosja dhe Albin Kurti? Po, në fakt janë parti tjera që s'po bëjnë kompromis. Narcizoizmi që ai e don shumë veten dhe egot e tij, por nuk besoj që e don as shumë veten sepse ky popull i ka jap mjaftueshëm besim, por ai besoj që është edhe në agjendat antishqiptare, sepse nëse dëgjon Albin Kurtin dhe krer nga vetëvendosja, pra këtë votën qytetare po e shkelin pikërisht edhe partitë opozitare. Jo, partitë opozitare nuk e kanë obligimin ndërtu shumicën. Kushtetuta e obligon partitë e mëdha, prandaj për çfarë renditja e votave. Ju për shembull në këtë emision ju e drejtojnë emisionin, pra nëse ju nuk e drejtojnë emisionin, unë nuk mund të rri këtu sepse s'ka kusht të më drejtoj pyetjet mua. Prandaj Albin Kurti ka obligim ta krijojë shumicën para se të mbritë seanca. Pra nuk mundesh më lënë në atë edhe ofendimin që ja ka bërë, edhe në atë presionin që ose voton ose shkum zgjedhje. Pra është një shantazh i hapur politik. Është shantazh i hapur dhe me shantazh po e çon vendin në zgjedhje. Prandaj edhe qytetarët e Kosovës duhet ta ndeshkojnë atë person i cili nuk po e dëshiron të krijojë institucionet e Kosovës. Çka nëse të dielën propozohet Fatmir Limaj si kryeparlamentar? Po në momentin kur 60 vota janë për, jo Fatmir Limaj, cili do person, cili do me që ka qenë emri i tij më i propozuar. Cili do deputet që e ka një emër dhe propozohet nga lëvizja vetëvendosje në këtë rast, edhe kjo partia Muza Kusari Lila, Lista Guxo, Alternativa si quhet, se aty janë 3 partia, aty kemi pas një koalicion parazgjedhor, edhe cili do që të jetë emri, 60 vota do ta
nxjerrin propri situatë, do të zgjedhen edhe nën kryetar dhe përfundon konsilimi i kuvendit. Tani rrjedh afati 15 ditur për mandatorin e qeverisë që Albin Kurti mund ta aprovojë vetën dhe nëse nuk i ka votat atëherë është në diskrecion të presidentes që të jap një afat dhe detyr partive tjera, pra opozitare, që të krijohet një koalicion i shumicës dhe mund të shkojmë deri te një qeveri e opozitës. Por unë në këtë skaj të afatit të gjurë, në këtë qasje të Albin Kurti, në këtë mentalitet të lëvizjes vendosje shantazhues dhe kërcënues ndaj opozitës dhe ofendues, nuk shoh se mund të shkojmë drejt një zhbllokimi apo krijimi institucioneve dhe qeverisë, pra jemi dhe goxha me bindje them që veç kemi shkuar në zgjedhje të jashtëzakonshme. A mendoni se Partia Demokratike e Kosovës do ta votonte në këtë rast Fatmir Limaj për cilin po flasim? Po është edhe një siklet ndoshta individuali deputetëve të opozitës, sepse kur keni shku në fushat, keni shpenzuar para, keni shpenzuar energji, nuk jeni të sigurt që mund ta fitoni prapë mandatin, mund të ndodhë ndoshta që dikush edhe nga Partia Demokratike ose nga Partia Aleanca apo parti tjera që ta votojnë një kandidat, sepse edhe individualisht është një farë sikleti, edhe e ke fitu mandatin e deputetit, je verifikuar si deputet, s'kime marrë asnjë pagë, kime shku prapë në zgjedhje. Prapë qytetarëve kemi u kallëzu prolla e tjera, pra mendoj që mund të ketë edhe deputetë që do ta votojnë që mos ta çojnë vendin e zgjedhjes. Dhe në këtë pikë, ndoshta po llogarit Albin Kurti të dielën, që disa deputetë nuk dëshirojnë ta çojnë veten në zgjedhje, jo partitë. Jo si parti, po si individ dhe po mundon ta nxjerrni gjashtënisht me mund të shantazhit. Pse mendoni që Albin Kurti e ka kaq vështirë të bëjë marrëveshje me të tjerët, në rast me partitë opozitare? Sepse mënyra se si është ndërtuar Albin Kurti dhe si është ka hyrë në parlament, pra ka qenë përmes rrugës, përmes vandalizmit, përmes sulmit ndaj policisë, mandej kur ka hyrë në politika, ka pas dalë vujosa ma shumë, s'pa të marrë pjesë në zgjedhje, se ishte i dënuar me aktgjykim të formës prerë, dëshiron të bëj faktorën Maqedoni, të shqiptarët të Maqedonisë, Shqipërinë, Preshevë, Malzi, dhe këtë ego kaq të madhe e ka dhe dëshiron që kundërshtarët politik të nuk i shes si rival, por i shes si armiq dhe dëshiron që të eliminoj komplet. Ju e dini, për LDK-n ka thënë si miza, duhet ta shtypim, duhet ta bëjmë. Me qenë se Lira Demokratike është partia e parë, e cila në ish Jugosllavi e ka nisë pluralizmin politik. Prandaj duhet ta ketë një pikë konsiderat se ai ka qenë ndoshta djali i ri apo tinejxher kur LDK-ja ishte themeluar në vitin 1989. Pra në vend se të mos shkonte deri në atë pikë, pra është aq egoist, aq arrogant është, saqë Kosova ta shqetëson për shkak të këtij narcizoizmi, po i them. Ndërkohë dhe Lidhja Demokratike e Kosovës u tha që ka disa probleme brenda partisë, a ju konvenon atyre që shkojnë zgjedhje të reja, duke i ditë këto problemet brendshme? Po me siguri, pra, kjo është debati nështë brenda lëvizjes vendose që të dielen të gjejnë ndonjë deputet ose 3-4 deputet që nuk dëshirojnë të shkojnë në zgjedhje dhe të arrihet që Albolina të bëhet kryeparlamentare dhe që personalisht mendoj që është një përçarëse dhe po të bëja kryeparlamentare, seancat e kuvendit do të jenë me shumë tensione sepse nuk ka ndonjë konsiderat për opozitën, sepse ju e dini që Glauko Nuca shpesh ka votuar kundër ligjeve të vetvendosjes, shpesh ka abstenuar kundër ligjeve të vetvendosjes dhe shpesh herë ka bërë, si me thoni, farë humurit të rënd ndaj deputetëve të partisë vet në llogaritë nderit apo respektit për të deputetë e opozitës dhe aja është shumë e mirë, shumë një farë balancë, është një farë objektiviteti dhe Albolina është e kundër asaj dhe mund të kemi, nëse bëhet Albolina kryetare e kuvendit, mund të kemi edhe sulme fizike ndërmjet deputetëve sepse besoj që do t'i ofendojë, nuk do t'i jap fjalën, do t'i ndërprej. Pra nuk e konsideroj Albolinën të denjë që ta udhëheq një seancë dhe ta respektojë opozitën. Kush është me unifikues nga vetvendosja që do të mund të ishte në kryet parlamentit? Po nuk kam ndonjë emër, po Glauki nështë do duhet përsëritë. Pse jo? Sepse ka qenë më objektiv. Por Albolina Haxhiu kurse si? Albolina Haxhiu sepse ajo kishte edhe disa ankesa që ka pas është përballur me një gjuhë shumë të rëndë. Nëse kemi një piramidë arrogancës në lëvizjen vetvendosje ndaj gjitha partive politike, dhe ndaj gjithë figurave politike tjera, pra rivalëve politikë, ndaj Hajsham Thaçit, Kadri Veselit, Isa Mustafës, Abdullah Hotit, pra kulmi i arrogancës në lëvizjen vetvendosje janë Albin Kurti dhe Albolina Haxhiu. Dhe mendoni që ky propozim për Albolina Haxhiun është i qëllimshëm për shkaktuar këtë përçarje dhe për të mos pasur? Patjetër, është një figurë e gjetur që të ketë një përçarje sepse Albolina Haxhiu pastaj ka edhe burrin nga Malisheva dhe ka një konflikt atje edhe familjar ndërmjet familjes Limaj dhe
Krasniqi. Po, u folë edhe në presing për këtë. Po, e ka thënë Valoni, po ja shumë e vërtet, edhe aja mund tjetë një nyje që Fatmir Limaj ta mojnë shumë largë dhe të mos të mojë mytë të zonë Fatmiri që të bëhet kërë parlamentar. Unë nuk mendoj që do të ketë marrëveshje ndërmjet nismës dhe lëvizjes vendosur. Okej. Kemi një lidhje tjetër, ta dëgjojmë edhe qëndrimin PDK-s, Blerta Deliu, ne kemi në lidhje të drejt për drejt. Blerta, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, qëndrimi i PDK-s ka shik këtyre blokadave të vazhdueshme dhe dështimit të gjashtë sot për konstituimin e kuvendit. Po në fakt është e disata herë, e gjashta herë që mbledhet kuvendi i Republikës së Kosovës për t'i hapë rrugë konstituimit të institucioneve të reja, për shikto zgjedhjes së kryetarit të kuvendit dhe po ashtu nën kryetarëve, pastaj për t'i hapë rrugë zgjedhjes së qeverisë ose votimit të qeverisë së ardhshme të Republikës së Kosovës. Natyrisht ajo që e pamë edhe sot ishte më së qartë edhe për shkak të qëndrimeve dhe deklaratave të eksponentëve të lëvizjes vetëvendosje, të cilët edhe dje, edhe sot nga zoti Konjuksa u deklaruan që nuk do të ketë ndryshim të kandidatit për kryetar të kuvendit të Republikës së Kosovës dhe ishte mbarvajtja e njëjtë, thotë është vërtet e pakuftim dhe është e turpshme që përteket një personi, në fakt përteket të një kandidateje ose të një deputeteve, më mirë them, shteti i Kosovës, Republika e Kosovës të mbetet peng i zgjidhjes. Kjo është e pakuftim dhe natyrisht është barikadim ose më mirë të them përpjekje për nënshtrim të partisë e cila ka fituar zgjedhjet. Pra problemi qëndron tek Albulena Haxhiu. Do ta votoni dikë tjetër nga vetëvendosja për krye parlamentar. Ju e dini që Partia Demokratike e Kosovës ka qenë qartë qëndrimet të saj. Ne kemi thënë që nuk do të votojmë asnjë për nga lëvizja e vendosjes, ne gjithatë, ka subjekte politike të cilat votimit në kuvendin e Republikës së Kosovës në rast se do të kemi ndrim të kandidaturës. Pra, saktësisht është thënë që do të ketë vot pro nga një grup parlamentar i cili ka propozuar 2 emra që mund të nxjerrin shtetin e Kosovës nga ngërshi dhe blokada cilën na ka futur partia e cila ka dalë në fituese në zgjedhjet e fundit. Kjo më tepër është përpjekje për të mbajtur peng vullnetin, po në fakt hapjen e perspektivës Republikës së Kosovës për të pas institucionet e reja është e turpshme që në këtë kohë kur kemi çdo ditë skandale të cilat vijnë nga skandale të njëpasnjëshme me çështjen e energjisë elektrike, së fundi edhe dorëheqja ose mirë të shkarkimi i fundit dhe rritja e çmimit të energjisë elektrike të Republikës së Kosovës shohin zhvillime të turpshme brenda institucionit më të lartë në vend. Blerta, jeni të gatshëm për zgjidhjet e reja nëse shkohet të martën? Ndëgjoni, nëse nuk ka asnjë alternativë dalëse nga situata e krijuar, nëse subjekti i cili ka marrë besimin e qytetarëve, 48 mandate gjithsej, koalicioni vetëvendosja alternativa dhe lista Guzo, nuk kanë përpjekje për të kaluar gjendjen e rëndë cilën është krijuar, natyrisht nuk ka opsioni pastaj do të jenë edhe zgjedhjet, sepse kur nuk ka rrugë tjetër për të dalur nga ngërshi i krijuar dhe kur nuk ka asnjë lëvizje të vetme nga të njëjtit që po e them, të njëjtit që ndër vite nuk kanë votuar as edhe një kandidat të vetëm, të subjekteve politike të cilat kanë dalë fituese në zgjedhje. Nëse i kthehemi kaluarës, ne sot kemi një situatë, kemi edhe deklaratat asokoshme të zotit Kurti, i cili deklaronte thirrte për matje, dilni mat mos është i njëjti në kohën kur bëj përpjekje që t'i hapi rrugë me një marrëveshje politike konstituimit të organeve të kuvendit Kosovës, por në mënyrën se si ata veprojnë, sot edhe ditëve të kaluara, ne do të kemi përsëritje të njëjtit skenar edhe në seancën e të dielës, druaj që do të jetë e njëjta edhe të martën, pastaj kjo do të jetë skena që qytetarët e Republikës së Kosovës do ta shohin të shpërfaqur një pengmarrje që subjekti, po e them, që ka fituar zgjedhjet,
luan me vullnetin dhe besimin që ja kanë dhënë qytetarët e Kosovës. Ju e dini që askush nuk po e konteston faktin që partia fituese ka të drejtën që ta kandidoj, ta nominoj kandidatin e saj për të parin e kuvendit të Republikës Kosovës, por kur ka një mungesë vullneti politik të deputetëve që ta votojnë kryetarin e kuvendit, nuk është që po flasim më për figurë ose dikë që personifikon gjithat betejë të rënd të përqarjes, të polarizimit, gjithë asaj që në të kaluarën e ka karakterizuar zonjën Haxhiu, kur nuk ka vullnet të deputetëve që të votojnë për ta zgjedhur kryetarin e tyre, atëherë natyrisht duhet të ketë reflektim dhe duhet të ketë përpjekje për të dalë nga gjendja rënd cilën ky koalicion i dalë nga zgjedhjet e fundit dhe koalicion mandatet sot e man peng Republikën e Kosovës. Blerta, faleminderit për këtë paraqitje. Gjithë mira. Faleminderit gjithashtu. Pra, PDK do të mund të kishte një vota realisht për nëse do të kishte një kandidat tjetër, por ndaj Albulena Haxhiut asesi. Po pikërisht pra qëndrimi i PDK-s, por edhe AK-s se ka propozuar emra është që të mos shkojnë në zgjedhje, sepse e themi me logjik, por është edhe normale që opozita nuk dëshiron të shkojë me një zgjedhje, sepse nuk do të pret ndonjë rezultat që do të fitojnë në këtë diferencë të rezultateve që i ka pas lëvizja vetëvendosje. Prandaj ky barikadim apo ky betonizim për Albulena Haxhiu është një trik i personali Albin Kurtit që vendin ta çojë në zgjedhje. Pra unë po them që në datën 29 përfundon afati kushtetues dhe presidenti do të nxjerrë dekret për shkruajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Nuk mund të vazhdohet më kështu. Edhe pse nuk besoj, kjo është tipike, pra është vullnet i Albin Kurtit, sepse ai kontrollon 48 deputetët, ka një autoritet absolut, bashkë me Dejona Mihalin dhe ata dy kalkulojnë që vendin ta çojnë në zgjedhje të jashtëzakonshme dhe unë mendoj që është kundër Republikës të Kosovës, kundër interesit të saj, kundër popullit të Kosovës, është shkelmimi i vullnetit qytetar, është shkelmimi i formulës së sovranit që të detyron partitë të bëjnë kompromise apo aleanca apo koalicione dhe është kundër kulturës politike të cilën e ka pasur Republika e Kosovës në këto 17 vjet pavarësi. Gjatë këtyre ditëve sa kanë qenë këto seanca, këto dështime të vazhdueshme, nga ajo që keni parë, nga prizmi juaj profesional, çfarë keni vrejtur, domethënë qoftë mes deputetëve, diskutimet, deklaratat që kanë qenë në momente dhe shumë të tensionuara. Çfarë ju ka lënë përshtypje? Se pari ky niveli i komunikimit dhe ky niveli i largimit të opozitës dhe pozitës ka qenë për shkak të ofendimit që i ka bërë Albin Kurti gjatë fushatës zgjedhore, sidomos në natën e zgjedhjeve. Pra po thoni që ky ofendim ka ndryshuar gjithçka, sepse ndryshe do të mund të hajvan dhe hajvanat. Dhe nuk ka pas një kërkim falje publike, ose nuk ka pas një sqarim se pse e bëri atë. Dhe po të them të drejtën fjala helman, pra. Fjala publike, sidomos helman edhe në mes kolegëve, helman edhe në jetën private, në jetën familjare. Prandaj dikush që lëshon as fjalë të poshtra, kërkim falja i zbut, si më thon gjysmën e saj, pra. Kërkim falja është e shejt. Të kërkosh falja është njerëzillëk. Prandaj Albin Kurti nuk e bëri këtë, ndoshta do ta mund ta bënte edhe pra papirë, të mos e shohim ne, që ta arrinte një kompromis, ta krijonte një shumicë. Por ai ka vetëm një qëllim, që vendin ta çojë në zgjedhje të jashtëzakonshme dhe po ja arrit qëllimin. Ndërkohë edhe deklarimet para gazetarëve i ka pas shumë të pakta. Nuk është mas pari i ignoron mediat e Kosovës dhe i sulmon, ju e dini me Klan Kosovën e ka edhe shumë ashtu të hapur luftën, ndërkohë që ju jep intervista medjave, ndoshta disa ndërkombëtare jo me renome, ose ka që disa lokale që janë tallava, mund të themi. Fushate si kemi pa këto. Por mediat serioze nacionale ka tentuar edhe përmes KPM-s që ti kap dhe ti si me thonë, të shtinë në kontrol, sikur që ka tentuar Këshillin Prokural i Kosovës, ka sulmuar gjykatën kushtetuese. Prandaj kemi një fatkeqësi shumë të madhe që populli i Kosovës e dashuron atë shumë duke dhënë votë, sepse për mua fundit vota s'ka fare rëndësie. Charles de Gaulle ka thënë, kur është pyetje interesi i Francës, unë e tradhtoj elektoratin. Pra s'ka fare rëndësie s'ka votë, ai nuk e di çfarë po mendon, ai s'mund të bëhet mbret. Kjo kushtetutë nuk e lejon të bëhet mbret.
vetëm që Kosovën po e ngulfat ekonomikisht, po e ngulfat në aspektin diplomatik, strategjik, integrus dhe qytetarët e Kosovës dita ditës janë më të varfër. Pra çuditërisht jemi në një pikë në cilën as këto pazaret politike nuk po funksionojnë. Që nëse marrim parasysh të kaluarën me gjithë gjuhën... Po me arrogancë nuk mundi me shit as mulla. Po pikërisht, do të thotë me gjithë gjuhën... Kësë po mundi shit kërgjë. Por me gjithë mosmarrveshjet dhe këndvështrimet komplet të ndryshme, në fund ka pasur një pazar politik. Kësaj radhës po funksionon fare as kjo. Po, sepse është si me do në pazarë, me thonë njerëzve me zërë blimi mullat, pra. Donika Gërvalla, sot ju thotë, me zërë vëtëm në Albolina Haxhin. Pra, e kanë qitë një kandidatën në treg, pra, si që është kuvendi Kosovës, dhe i thonë, ju nuk mund të refuzoni këtë kandidatë. I bjenë sikur me thonë, vetëm mullat e minja du t'i blini. Kjo është zgjidhja e fundit. Natyrisht, ky komunikim që po e bëjnë deputetët mes veti, unë mendoj që është shkaktari më i madh. Ndërkohë i kemi pa edhe deputet tjerë që kanë dalë para mediave dhe ata nuk janë sill më mirë se sa vetë VV-ja. Lëvizjes vendosje e ki fjallë? Jo, kanë qenë edhe partive tjera me ato komentet gazetarve që i kanë thonë e votoj kur duon, jo kur më thute, kanë pas pak sjellje arrogante, në përgjithësi. Pra, ka rënë niveli, pra, se kjo që përfiton shumë vota, kjo mas shumë t'i ka dominancë në opinionin publik dhe të qytetarët, pra i besojnë e keni po diaspora, si që ja kanë bë përmendorën atje në Peran, mande e kanë bë tatuja, pra ka ndikim t'jashtë zakonshëm në jetën e qytetare për ta ullur nivelin e kulturës politike, juridike, të sjelljes, pra kjo përna dëmton edhe mentalisht. Pra, elektoratin e Kosovës, qytetarët e Kosovës ka rënë në nivelin shumë të ullt, atë që po e themi, pra që nuk ka mas pazor s'mujna me bo, pra, s'mujna me bo as një lloj kompromisi. Me një fjalë jemi, ndoshta edhe mund na çojë edhe në një luftë qytetare, nëse kjo nuk ndalohet ky diskurs, sepse zgjedhjet jashtëzakonshme mund të ketë edhe tensione. Prandaj se edhe nuk e dina se si ka mosil pastaj ky në zgjedhjet jashtëzakonshme se si ka mosil opozita. Prandaj është një farë konflikti i panevojshëm. Edhe nuk po e kuptoj edhe rininë e Kosovës, pra kena nevojë për me ngrit nivelin e kulturës, debatit, me gjetë ndoshta edhe një lider tjetër, sepse Albin Kurti është një lider i vjetër, është në skenën politike prej vitit 1997. Ka qenë anarkist, ka qenë pako statisarit, ka qenë, është tash edhe kundër krerëve të QK-s nuk ju mbështet, pra ju ka përgjysmuar financat për mbrojtje, prandaj kem nevojë për një... A e kem këtë lider të ri që nuk ka ardhur në sipërfaqe? Për fatin e keq nuk po e shohim, po sidomos rinia ka nevojë me gjithë një lider të vetën, pra ndoshta një krejt tjetër që nuk e kena pas njëherë dhe atë të orientuat andej që të orientojmë nga Bashkimi Evropian. Do të me ulumtu pak. Në fakt rinia mbështet shumë Albin Kurtin. Jo, rinia mbështet Albin Kurtin fati keq. Kjo është problemi. Edhe atë diaspora nuk morën vesh, nuk e kuptojnë që Kosova po shkon, si thonë, shpubli, gjëllet të poshtë, ndërkohë ata po mendojnë që po shkojnë përpjet sepse thëke që Gjermania po varfrohet, Kosova po pasurohet. E keni po propagandën? Sikur Enver Hoxha që thoshte që pula e partisë së punës i ka bërë 2 vosë. Edhe pse duket që edhe mërgjimtarët pak kanë filluar ta kuptojnë realitetin kur po vinë në Kosovë, ti shohin këto çmimet e larta që... Po ta shikojmë rezultatin zgjedhor, ka një kthjellje pra, nga 51% e 42%, por dëshiroj shumë që kjo 42% që të bie 15%. Kur përballa me këto çmimet e larta kur vinë, e shohin që as nuk jam garë për politikë, jam avokat, unë kam qenë në Institutet Kosovës, kam qenë këshilltar në qeverinë e pavarësisë. Po vlet si qytetar. Po vlet si qytetar, po ju lutna qytetarëve që ta shikojnë se çka po ndodh në kuvendin e Kosovës, sepse dikush që nuk don me zgjedh kuvendin e Kosovës, qeverinë e Kosovës është kundër Kosovës dhe ata që nuk përdojnë me bën këtë punë, ata që i kanë votu janë, sepse opozita nuk është përgjegjëse. Ndërkohë nëse shkojmë në zgjedhje, shohim edhe vullnetin e qytetarëve, shohim edhe një herë se me kë janë triç, zotëri Lajzini të falenderojmë shumë që ishe. Smakiqe. Ta ngatrova emrin. Mbiemrin. Emrin me mbiemrin, a? Falenderojmë për sot. Falenderojmë shumë që ishe sot me neve.